Pranishullit grek Alonissos në detin e Gje, zhytës vullnetar mbledhin shishe plastike, gom apo zinxhir spirancash të ndryshkur nga shtrati i detit dhe i vendosin në një qese mbeturinash si pjesë e një pastrimi të financuar nga Bashkimi Evropian për të mbrojtur jetën detare. Sendet e nxjerra nga Alonissos, një vend i preferuar turistik për ujin e kristalt dhe parku më i madh detar i mbrojtur në Europë, përfaqësojnë vetëm një pjesë të vogël të 10 mijëra ton mbeturinash që ndotin detin mes det çdo vit. Parku i krijuar pranë Alonissos në fillim të viteve 1990 është shtëpia e një prej grupeve të fundit të mbetura në botë të fokave monk dhe një stre për mbi 300 lloje peshqish, delfin dhe breshka uji. Ekzistenca e tij ka bërë vendasit dhe turistët gjithmonë më të vetëdijshëm për rreziqet e ndotjes detare, tha Theodora Francis, 31 vjeç, një nga zhytësit që u bashkua iniciativës dy ditore. Ajo tha se porti kryesor i Vocit, ku zhvillohet pjesa më e madhe e turizmit dhe peshkimit, ishte vendi i shumicës së mbeturinave. Roli kryesor i Henry Breath nuk është pastrimi i këtyre vendeve. Roli kryesor është të hulumtojnë në bazë të këtyre mbeturinave dhe të gjejë burimin e ndotjes në secilën zonë. Ne vizituam 4-5 zona për të kontrolluar nëse gjeni mbeturina. Në shumicën e këtyre zonave nuk gjetëm sepse Alonissos është një ishull shumë i gjelbër dhe është pjesë e parku detar, por në disa zona gjetëm mbeturina të cilat ndodhen në portin kryesor në Voci, ku zhvillohen shumica e aktiviteteve të udhëtimit, turizmit dhe peshkimit. And fishermen activities happening. Gorge Tsarelakos, 46 vjeç, presidenti i organizatës bazë me Eseli në Greqi, Henry Breath, e cila organizoi pastrimin, tha se në këtë ekip janë të gjithë vullnetar. Henry Breath is a grassroots organization. Henry Breath është një organizat bazë që vepron nëpërmjet vullnetarëve, pra e vetmja gjë që mund të them është se jam vërtet krenar për këtë ekip, sepse është një lëvizje e shoqërisë civile. It's a civil society movement. Ndërsa Francis thotë se ishulli i Alonissos mund të shërbejë si model për mbrojtjen e detit. Kujdesuni për vendin ku jeton komuniteti juaj, sepse ky këtu është vetëm një komunitet dhe nëse në çdo ishull do të kishte të njëjtin interes për të kujdesur për mjedisin, do të kishim situatën e Alonissos në shumë më tepër ishuj. Sakaj Tsarelakos shprehet se shoqëria civile ka fuqinë për të ndryshuar gjithçka. Ishulli Alonissos është një antar themelues i rrjetit të komunave blu. Ky është një rast unik në nivel evropian, i cili është identifikuar dhe nga Bashkimi Evropian. Ai përfshin 25 komuna me status ligjor që kanë zhvilluar nisma holistike në të gjithë Greqinë. Have developed holistic initiatives around Greece. The civil society can achieve everything. Shoqëria civile mund të arrijë gjithçka. Njerëzit e të gjithë globin duhet ta dinë se ne kemi forcën për të ndryshuar çdo gjë. Ne besojmë vërtet në përgjegjësinë individuale të njerëzve. Ne investojmë në këtë. Dhe do të jemi të lumtur t'i ndajmë përvojat tona me lëvizje të tjera njerëzish që dëshirojnë të bëjnë një ndryshim në nivel lokal. Për të mbrojtur biodiversitetin e saj bregdetar, Greqia ka premtuar të krijojë 2 parqe të tjera detare, pjesë e 21 iniciativave, me vlerë 780 milion euro. Ajo ka miratuar me ligj zgjerimin e zonave të mbrojtura detare në 30% të ujrave të saj territoriale, deri në vitin 2030, dhe i ka paraqitur Bashkimit Evropian plane që të përcaktojë se si do të organizojë peshkimin, turizmin dhe energjinë në det të hapur.